إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahu subhanahu wa ta'ala I takon falënderimi, madhërimi, lavdërimi, salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mësuesit të njerëzimit, vullës e pejgamberëve, imamit të tyne në këtë botë dhe në botën tjetër, salavatet gjithashtu familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik e të gjitha tyne që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Një ditë doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shtëpia e tij për me fal namazin e sabahit. Dhe e la bashkëshortën e tij të ulun në vendin ku ajo zakonisht falej. Pas ju kthy më vonë profeti sallallahu alaihi wasallam, kur dielli më kishte dalë mirë, pra kishte ardhur paraditja. Hyri në shtëpi dhe e gjeti bashkëshortën e tij akoma të ulun në të njëjtin vend ku e kishte lënë duke u fal. Dhe I tha, a je hala aty ku të kam lënë? Ajo I tha po. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi u ndava prej teje, pra masi dola prej teje, unë I kam thonë 4 fjali, të cilat I kam përsërit 3 herë. Sikur këto 4 fjali që I kam përsëritur 3 herë të vendoseshin në kanarën peshore, do të peshonin më rënd se sa ajo që I ke thonë ti deri tash prej dhikrit apo prej lutjeve për Allahu subhanahu wa taala. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë kam thonë kur kam dalë, subhanallahi wa bihamdi, I madhërum qoftë Allahu, e I lavdërum qoftë ai, e I falenderum qoftë ai, adada khalqi, aq sa është numri I krijesave që ai ka kriju, wa rida nafsi, dhe ashtu si ati I pëlqen dhe është I kënaqur, wa zinata arshi, dhe sa është pesha e fronit të tij bujar, wa adada kalimati, dhe sa është numri I pafund I fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Këto 4 fjali që I ka përsërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë më të rënda në peshoj se sa dhikri ndoshta me orë që e ka bën bashkëshortja e tij sallallahu alaihi wasallam. Këto fjalë janë të lehta me dalë prej gojet, mirë po janë shumë të rënda në peshojën e veprave të mira të besimtarit kur dalin prej zemrës. Prandaj shpesh herë na harrojmë, e duhet dikush me na kujtu. E tesbih, madhërimi I Allahut subhanahu wa taala, ky adhurim madhështor, I lehtë, po që siç thash shpesh e harrojmë. Ky është adhurimi I të gjitha krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall, alam tara, a nuk e sheh se Allahun e madhërojnë ata që janë në qiej dhe në tokë. Allahun e madhërojnë, I bajnë tesbih krijesat që janë në tokë dhe në qiej. Dhe krahët e Zogjit kur I lëvizin, edhe ato e madhërojnë Allahun subhanahu wa taala. Kullun qad alima salatahu wa tasbiha. Të gjitha ata e din lutjen drejtu Zotit tyne dhe madhërimin e tij. Me të vërtetë Allahu është I gjithdijshëm për ata që e veprojnë. Në ajetin tjetër tha, walakin la tafqahuna tasbihahum. Mirë po ju njerëzit nuk e kuptoni madhërimin që këto krijesa që Allahu I ka kriju ja bojnë atij. Thot Ibn Kathiri rahimahullah në komentin e këtij ajetit, se kuptoj njerëzit madhërimin e të gjitha krijesave drejtu Zotit tyne, tesbihun që e bajnë sepse nuk është në gjuhën e njerëzve, e Allahu subhanahu wa taala din çdo send që ata e bajnë. Po ashtu edhe melekët, ky adhurim madhështor është edhe puna e melekëve, është ibadeti I tyne, është ajo që ata e kujtojnë Allahun e tyne me ta. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi,
dhe melekt e madhërojnë Allahun me falenderim, wa yastaghfiruna liman fil ard. E masi e bojnë këtë madhërim, kërkojnë falje melekt për muslimanët, për besimtarët të cilët jetojnë në tokë. E nëse dikush don me ditë se çfarë dobish ka ky tesbih, le ta di se ky tesbih është burimi i forcës për besimtarin. Nëse don me qenë i fortë, nëse don Allahu me të ndihmu dhe me pas risk dhe mbështetje prej tij, atëherë lidhe fort gjuhën tonë dhe zemrën tonë me këtë adhurim. Tesbihu sjell furnizim dhe forcë për besimtarin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut." Dhe mbështet ju Allahut i cili nuk vdes, wasabbih bihamdi. Pasi urdhron mbështet ju Allahut se Allahu nuk vdes, të kanën kujdesin e tij gjithmonë. Me njëherë urdhroi bani tesbih Allahut subhanahu wa ta'ala, madhëroje atë me lavdërinë që i takon, sepse Allahu është i gjithdijshëm. Në musnedin e Imam Ahmedit transmetohet se kur Nuhit alayhi salam i ka ardhur vdekja, tesbihu thamë është sebeb i riskut dhe sebeb i forcës. Kur i ardhi vdekja Nuhit alayhi salam, e thiri djalin e tij dhe i tha: "O biri jem, po ta jap një porosi, po ta la një trashëgimni, po ta la një vasijet, një testament, dhe po ta la shkurt." Dhe i përmendi dy gjana, njëna prej tyne ishte ku i tha: "Madhëroje Allahun me falënderim ndaj tij, sepse kjo tesbihu është furnizim i të gjitha krijesave." Kjo porosia e Nuhit alayhis salam vlen për ne musliman deri në ditën e gjykimit. Prandaj kujdesu për këtë porosi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse don me pas forcë dhe risk. I erdhi vajza e tij Fatime alayhis salam dhe i tha: "O baba jem, jam duke u lodh shumë me punë të shtëpisë." Dhe ja tregoi dorën e saj e cila ishte vrazhd prej punëve që i bante në shtëpinë e saj. Dhe i kërkoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'i dërgonte dikë që ta ndihmonte në punë të shtëpisë, sepse ishte shumë e lodhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Nuk mundem me të dërgu askënd, sepse jam i angazhuar me hallin e fukareve të cilët banonin në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po të udhëzoj tek një vepër të cilën ta praktikosh, të thush para se me ra me fjet 33 herë subhanallah, e madhëroj Allahun e madhëruar siç i ka hija atij, pastaj të thush elhamdulillah, pastaj të thush Allahu ekber." Thot Fatimja radiallahu anha, pasi e kam praktiku këtë me cilën porositi baba jem pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kam pas ma as pak lodhje ndaj punëve që i kam pas. Nëse shikon efektin, gjurmën, rezultatin e këtij adhurim, i cilin pamje duket i lehtë, mirë po kuptimin e ka të madh dhe ndikimin në jetën e besimtarit e ka të madh. Nëse shikon jetën e pejgamberëve do të çuditesh. Hape Kur'anin dhe shikoj jetën e Yunusit alayhi salam. Yunusi alayhi salam kur u gëlltit nga balena dhe përfundoi në barkun e saj, në atë errësirë, në atë vend të ngushtë dhe të frikshëm ku ma vetëm vdekja pritej, Yunusi alayhi salam ju drejtu Allahut subhanahu wa ta'ala duke i thënë: "Subhanak, i madhnum qofshti, inni kuntu min adh-dhalimin, unë me të vërtet i kam ba pa drejtësi vetës, pra kam ba gjuna." Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Walaula annahu kana min al-musabbihin." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala duke të regu historinë e Yunusit, sikur ai të mos ishte prej atyne të cilët e madhëronin Allahun shumë, pra thonin shumë subhanallah, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Sikur të mos ishte kështu, që ai e madhëronte Allahun shumë, do të mbetej në barkun e balenës deri në atë ditë kur do të ngjalleshin krijesat. Davudi alayhis salam, Allahu i padhon zot bukur, dhe kur ai bante tesbih Allahut subhanahu wa taala, ja përsëritin dhe ja kthenin tesbihun e tij malet edhe kodrat. Thot Allahu subhanahu wa taala, dhe ne i nënshtruam
me Davudin malet dhe sa herë që ai bonte tesbih, pra bonte madhërim Allahut, së bashku me të bonin madhërim dhe kodrat dhe zoq që fluturonin. Zekeria alayhi salam, pasi u shtyn mosh, pasi ma nuk kishte shpresë se Allahu do ta furnizonte me fëmijë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala e përgëzoi në atë moshë të thyer se do t'ia fal një djalë, Jahjan alayhi salam, dhe Zekeria i gëzum për këtë sihariq prej Allahut subhanahu wa taala doli tek populli i tij duke ia treguar lajmin dhe duke i thënë wasabbihuhu bukratan wa ashiya, dhe madhërojeni Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje. Musa alayhi salam, po flasim për tesbihun, për këtë adhurim në jetën e pejgamberëve, kur i kërkoi Allahut dhe ju lut atij që ta dërgonte vllajën e tij Harunin, pejgamber bashkë me Musën, që Musa mos ishte vetëm, pra mos ishte i vetëm, por të kishte mbështetje vllajën e vet kur të shkonte me e thirrë në Islam Faraonin i cili ishte zullumçari i kohës. Musa ju lut Allahut subhanahu wa taala duke i thënë dhe dërgoje vllajën tëm që të jetë ndihmës me mu, pse? Nusabbihaka kathira, që ne të dy së bashku të bëjmë ty tesbih, o Allah, të madhërojmë sa më shumë. Tesbihu është frymëmarrja e banorëve të xhennetit. Allahu subhanahu wa taala tregon për banorët e xhennetit dhe thot wa da'wahum subhanak, dhe thirrja e tyre, fjala e tyre është i madhëruar qofti o Allah, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, dhe lutja e tyre e fundit do të jetë falënderimi i qoftë Allahut Zotit të botëve. Prandaj do të gjesh në tesbih, ky adhurim ka dhënë vend të madh në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, kush thot çdo mëngjes, kush thot 100 herë subhanallahi wa bihamdi, i madhnum qoftë Allahu dhe i falenderum qoftë ai, do t'i fshihen atij mëkatet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse mëkatet e tij janë sikur shkuma e detit. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy fjalë janë të lehta për gjuhën dhe janë të rënda për peshorën, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, i madhërum qoftë Allahu me falënderim, i madhërum qoftë Allahu si ka hije madhnisë së tij. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është më e dashur për mua me thonë subhanallah, pastaj me thonë elhamdulillah dhe la ilaha illallah, Allahu akbar, se sa mbi çdo sen në të cilën lind dielli. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush thot 100 herë subhanallah, pra 100 herë përsërit këtë lutje, këtë tesbih, atij do t'i shkruhen 1000 vepra të mira dhe do t'i fshihen 1000 gjunahe. Pse? 100 ka 10. Nuk ka se vap tek Allahu subhanahu wa taala ma pak se 10. Allahu azza wa jalla në Kur'anin e tij ka thënë, çdo e mirë shpërblehet me 10 fish, pra nuk ka më shpërblim të urtë se sa 10 fish. Prandaj kush thot 100 herë subhanallah, Allahu ja jep 1000 sevape dhe ja fshin atij 1000 gjunahe. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush thot subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, ai i cili thot këto fjalë, atij do t'i mbillet një palë në xhennet. E dikush punon ta jetën me ble një baçe dhe me e mbjell me pemë. E sa baçet i kanë ik muslimanit duke e lanë mazdoret këtë adhurim të i cili na ka mësu Islami dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot në mëngjes dhe në mbrëmje subhanallahi wa bihamdihi 100 herë, në mëngjes dhe në mbrëmje, ky njeri do të vijë në ditën e gjykimit dhe askush nuk ka bën punë më të mirë se sa ky, përveç ai që ka thënë subhanallahi wa bihamdihi më shumë se 100 herë. Kush thot subhanallahi wa bihamdihi 100 herë në mëngjes dhe në mbrëmje, do të vijë në ditën e gjykimit dhe s'ka punu kush më mirë se ai, përveç atij i cili ka fol më shumë këto fjalë gjatë ditës së tij dhe mbrëmjes së tij. E gjithashtu prej fitimeve të mëdha, ndoshta dhe fitimi më i madh, është kënaqësia që e gëzon besimtari nga kjo fjalë, nga kjo përmendje e Allahut dhe shpëtimi nga barra shpirtërore të cilën e ndjen nga problemet e kësaj bote.
I thot Allahu subhanahu wa taala pejgamberit tij sallallahu alaihi wasallam: "E nëse ty të bezdis ajo që ata e thonë", mushrikët e Mekës e fyenin, e shanin, shpifnin për të, e sulmonin verbalisht dhe fizikisht. Allahu subhanahu wa taala i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "E nëse ty të bezdis ajo që ata e thonë, fasabbih", atëherë madhëroje Zotin tënd para lindjes së diellit dhe para perëndimit, dhe në një pjesë të natës la'allaka tarda, e kështu do të jesh i kënaqur. Kanë thënë komentatorët e këtij ajeti se Allahu e urdhon pejgamberin e tij të jetë i durueshëm ndaj fyerjeve të jo besimtarëve dhe të forcohet me tesbih. Ajo që e forcon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanin është pikërisht kjo fjalë subhanallah. Nëse ti e bën këtë, ke me keni kënaqur, zemra jote ka mu qetësu dhe durimi ndaj halleve, streseve dhe brengave ka me qenë më i lehtë. Ky ajet mallështor e tregon ilaçin ndaj stresit dhe ngjarjeve të ngjashme. Prandaj nëse dikush të bezdis në jetën tënde fetare, filloje së pari ilaçin e kësaj sëmundje me këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala: "Sabbih", bën tesbih Allahut subhanahu wa taala. E kështu do ta kuptosh se sa momente i kanë ik besimtarit, muslimanit, duke mos e madhëruar Allahun subhanahu wa taala. Allahu na baft në ato që e madhërojnë, e lavdërojnë dhe e falenderojnë atë, aq sa i ti kënaqur. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilaik.